e qëndrimin e Lumirit, ashtu si që ka një grup tjetër që e përkra ardhin e Vjosës. Ka që e donë. Pra, LDK është... Ka një grup tjetër që e kërkon Avdullahun ose... LDK është parënësitë të vërtet. Çka ka mendovë? Nëse vetëvendosi ofron, tash po i shtrojmë si skenar, koalicion LDK-s. Çështja e parë aty që hiqet për tavolinës është Vjosa presidente. Albin Kurti nuk e veton Vjosa Osmanin për presidente të Kosovës. Dhe këtu lind problemi tash. Ajo është e qartë. Me marrëveshjen politike që e ka Vjosa Osmani me Lumir Abdigjikun, Vjosa me Lumirin, jo me LDK-n, aja është bën numër 1 për të kandiduar si presidente. Dhe mos kandidimi i saj këtu pastaj është problemi moral i mundshëm. Tema e dytë është nëse nuk ka unitet për kandidatin e LDK-s për më bë president. Nuk duhet të ketë unitet as për me nda postat, as me votu qeverinë. Pra, ky është problemi i madh dhe tash nëse analizojmë këtë pjesë unë besoj që Kurti të konvenon, sepse Kurti ka interes të jashtëzakonshëm, sa më shumë me pa të shkatruar në 4-5 pjesë LDK-n. Qëllimi i tij politik unë besoj është ky. Dhe përfshirja nëse ka ndonjë gëzim, ky është përshtypja ime. Aq sa e njoh politikën e lëvizjes të Kurtit, nëse ka ndonjë gëzim, thojza po thënë të Kurtit për këtë rezultat, është pikërisht që ka nevojë për LDK-n. Sepse ai e ndron me pas LDK-n brenda, një ditë. Dhe po, ai mund ta bëjë këtë përpjekje, mund ta shtyj, por në sens LDK-ja kushtrim ndodhet parënësitë të jashtëzakonshme nëse arrin me dal nga kjo. Edhe në mënyrë impulsive, dje ndaj, të më thonë,